Zotin Abdi Gjiku që po deklarohet për Amerikën, ta shohim se çfarë po thotë. Në përcjellje të takimit të radhës mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendosje dhe përfaqësuesve nga të dy partitë, siç ju kemi thënë dhe herën e kaluar, pas dakordimit rreth parimeve për presidentin apo presidenten e ardhshme të Republikës Kosovës, sot kemi vazhduar me diskutime rreth emrave konkret. Në tërësinë e emrave të prezantuar, mund të them me bindje të plotë se gjithë emrat në masë të madhe, dikush më shumë e dikush më pak, është në vijim me parimet e dagoduara deri më tani. Dhe në këtë drejtim, le të themi se ky është një hap përpara, meqense nga koncepti politik rreth parimeve kemi kaluar në emra. Për shkak të ndjesisë së procesit, ju lus për mirë kuptim, nuk mund të diskutoj për emra konkret në këtë fazë, por do të takohemi sërish për të finalizuar dhe për zgjedhur presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës. A mund është më tregu të paktën nëse ju për emra të mëdha nuk po folni për nga kastoja propozuar, më na tregu që ai një përafru të themi në një ose dy figura që jeni të diskutuar tash, ato dy figura nga ato dy partitë politike, si propozimi i LDK-s ashtu dhe i Vendosjes. Për të rënë poshtë tjerë pra propozime, po dy që kanë qenë ose tre më shumë. Unë nuk mund të flas me numra sa kanë qenë, sa do të jenë, por po përpiqemi, meqense jemi të interesuar që të japim stabilitet Republikës Kosovës. Meqense kuptojmë ndjesinë se në Kosovë ka shumë zëra për destabilitet e shumë pak zëra të arsyeshëm për stabilitet. Duam të jemi zë të arsyes për këtë stabilitet. LDK është garancë institucionale historike 37 vjeçare se presidenti i Republikës është i denjë për postin që ka dhe për këtë populli i Kosovës do të ndihet komod. Kemi bërë që ju të keni përkrahasi aksioneve të opozitës në asnjë çështje si në vend dhe jashtë kuvendit. A jeni duke ja bërë argumentin Lëvizjes së Vendosjes për shtyrje të kuës sipas asaj që po flitet tek shtetëror që cilët të mbahen vetor apo thjesht jeni duke negociuar për çështjen e presidentit? LDK-ja as nuk e konstituon kuvendin vetiu. As nuk, nëse mund të përgjigjem. A më pyetët, tani lejon t'ja përgjigjem, pse që shumë me interes përgjigje. Pyetjen e kuptova. Pra ne nuk e konstituojmë kuvendin. Ne nuk e thrasim seancën e kuvendit. Për LDK-n jemi në paqartësi të thella kushtetuese. Këtë kemi thënë që nga dita e parë. Por dhe për LDK-n e kemi qartë se presidenti zgjidhet prej afatit 60 ditor. Pra LDK-ja gjën e vetme që mund ta bëj është të jetë arsyeshme në zgjedhjen e presidentit apo presidentes së ardhshme të Republikës Kosovës. Por nëse dikush ende beson se LDK-ja është vagon i ndonjë partie tjetër, kohët kanë ndryshuar shumë. LDK-ja është LDK-s. Vetëm antarësisë LDK-s, mësoni me një LDK të tillë, i lutem. Dhe LDK-ja në këto diskutime flet me bindje të plotë për atë çfarë përfaqëson historikisht 37 vite. A garantoni që këto bisedime që jeni duke i vazhduar me zotin Kurti sjellin një rezultat konkret për zgjedhjen e presidentit? Ose thoni që jeni parafruar në emra konkret. A keni biseduar pak me këta emra që nesër mos ta refuzojnë një kandidaturë të mëshme? Ne duhet të bëjmë përpjekje të gjejmë zgjidhje. Garanca vetme kushtetuese dhe kohore është mos mirë me vesh. Rrëdhëmisht të shkaktojmë edhe një pol zgjedhje 4 herë në 2 vitet e fundit. Unë po përsëris një herë, zëra mjaftueshëm për destabilitet politik në Kosovë ka. Kosovës i duhet arsyeja dhe rezoni për stabilitet ardhshëm. Dhe për këtë po përpiqemi. Nuk është e lehtë. Gjëja më e lehtë që të bësh Kosovë është të tërhiqesh. Dhe të lësh vendin shkon në kriza të vazhdueshme pas një zgjidhje. LDK-ja këtë kulturë institucionale nuk e ka. LDK-ja i beson vetes, i beson bindjeve që i ka dhe do t'i besoj dhe presidentit ose presidentës së ardhshme që duhet të zgjidhet. Për këtë po përpiqemi. Dhe përderisa përpiqemi, besoj se bëj mirë.